Mjeku jep urdhër, hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime, shkaktojnë kapslëk. Koliti ulceroz ose kapslëku është një problem inflamator që prek zorrën dhe shkakton edhe probleme të ndryshme edhe në brendësitë të saj. Por, për të evituar kolitin, ai mund të shkaktojë fryrje, diarre dhe në disa raste edhe komplikacione të zorrëve. Koliti mund të shoqërohet gjithashtu edhe me kapslëk. Sëmundja ka tendencën të përkeqësohet dhe konsumi i disa ushqimeve specifike mund ta rëndojnë më shumë atë. Ushqimet të cilat mund të ndikojnë në rastin tuaj në rast se vuani prej tyre është fasulja. Bishtajore dhe fasulet kanë shumë fibër që shkaktojnë fryrje, por kjo nuk përmban ushqimet ideale për dikë që vuan nga koliti. Ekspertët thonë se pavarësisht kësaj këto ushqime janë të rëndësishme sidomos për vegetarianët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato rekomandojnë të mos konsumoni më shumë racione të mëdha me fasule, por t'i hani ato në racione të vogla. Për më tepër, fasulet të konservuara duhet të shplahen mirë, qiqërat duhet të zhvishen nga shtresa e jashtme ose të gatuhen si pure, duke u kthyer kështu në ushqimin e tolerueshëm për sistemin tuaj tretës. Kafeja dhe çaji gjithashtu mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj të kolitit. Kafeja mund të vështirësojë menaxhimin e simptomave të kolitit. E njëjta gjë vlen edhe për çajrat dhe pijet me kafeinë ose ato energjike. Produktet e bulmetit mund të ndikojnë gjithashtu negativisht në sistemin tuaj tretës. Produktet e bulmetit shkaktojnë ose përkeqësojnë simptomat e kolitit, por kjo nuk do të thotë që duhet të qëndroni larg nga qumshti. Ekspertët thonë se koliti nuk nënkupton automatikisht intolerancën ndaj laktozës. Kjo e fundit ka shumë të bëjë me sasinë e enzimave të konsumuara të qumshtit. Misri dhe kërpullat gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj. Misri dhe kërpullat treten me vështirësi, thonë ekspertët. Pavarësisht intensitetit të përtypjes, misrat sërish arrijnë të shkaktojnë irritime të zorëve dhe diarre në disa raste, sidomos te njerëzit që vuajnë nga koliti. Ekspertët rekomandojnë shmangjen e ushqimeve që treten me vështirësi siç janë misri, kërpullat, lakrat, farat dhe arrorët. Mishi me dhjam gjithashtu mund të ndikojë negativisht në çështjen tuaj. Mishi me dhjam është një produkt që duhet të qëndroni larg. Më mirë zgjidhni produktet e mishit pa dhjam sepse ky i fundit arrin të përkeqësojë simptomat. Qoftet, role dhe mishrat e tjerë të butë të gatuar mirë treten më lehtë se bifteku. Erëzat disa të caktuara mund të ndikojnë në çështjen tuaj. Erëzat plur dhe ato të bluara holl mund të jenë pjesë e regjimeve tuaja ushqimore pa probleme. Nëse gatuani më shumë erëza ose barishte të freskëta, siç janë piepri, kokër ose majdanozi, sigurohuni që t'i grini ose t'i bluani holl që t'i jeni të tolerueshëm për stomakun. Ushqimet kremoze gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në situatën tuaj. Salcat e ndryshme dhe majoneza mundet që ndonjëherë të shkaktojnë ose të nxisin simptomat siç është koliti ulceroz. Disa njerëz nuk e tolerojnë dot gjalpin e kikerikut për shembull, ndonse ai është i pasur me yndyrna të shëndetshme. Edhe çokolata në disa raste mund të ketë efekte negative, sidomos për sistemin tuaj tretës. Sheqeri dhe kafeja janë dy nga përbërësit dominant të çokoladës që mund të rrisin problemet te njerëzit të cilët do vuajnë kryesisht nga koliti. Nëse ju pëlqen çokolata, mund ta konsumoni atë në sasi të vogla, por edhe të reduktoni gjithashtu ushqime të cilat e rëndojnë më shumë organizmin tuaj. Një tjetër produkt që ndikon negativisht në çështjen tuaj imunitare është edhe alkooli. Alkooli ka ndikime negative, sidomos në dimensionet tek organizmi. Në përgjithësi ai stimulon zorrën dhe shkakton edhe probleme me diarren. Megjithatë, ju sërish mund të konsumoni në sasi të vogla. Disa persona të cilët kanë probleme me tretjen e tyre duhet të tregohen të kujdesshëm edhe me alkoolin, pasi mund të nxjisë më shumë inflamacione në organizmin tuaj dhe të shkaktojë gjithashtu përkeqësimin e situatës. Disa arrorë mund të ndikojnë negativisht tek problemet e kolitit. Arrorët në formën e tyre të plotë mund të shkaktojnë pareati gjatë tretjes dhe rrugëtimin e tyre në stomak, por në rastet se nuk jeni alergjik ndaj tyre, ju mund t'i konsumoni edhe të lehta në dietën tuaj. Duke i mbajtur një natë përpara një sasi të vogël të ujit, ato do të jenë më të tretshme në organizmin tuaj dhe nuk do të shkaktojnë kaq përkeqësime gjatë ditës. Në dietën tuaj duhet të evitoni gjithashtu edhe pijet e gazuara, pasi mund të ndikojnë vërtet negativisht në situatën tuaj.
Pijet e gazuara përmbajnë nivele të larta të kafeinës, sheqerna dhe ëmbëlsues artificial që shtyjnë në lëvizjen e zorëve. Bazuar në to, duhet t'i evitoni pijet e gazuara pasi mund të shkaktojnë rritjen e presionit dhe të shkaktojnë edhe probleme me sistemin tretës duke nxitur më shumë problemet e kolitit. Qepët mund të ndikojnë negativisht në situatën tuaj kundër kolitit. Qepët janë gjithashtu të vështira që të treten. Prijini holl dhe gatuajini mirë ose mund t'i përdorni ato në sasi të vogla vetëm në supa. Pas zgjerrjes ose lëshimit të lëngut, qepën mund ta hiqni nga supa ose nga gjella. Kështu do ta keni më të lehtë të evitoni gjithashtu edhe problemet e tyre. Kapslëku ndoshta është një tretje jo e rregullt, si rezultat mund të përjetoni simptoma të tilla siç është fryrja, kapslëku, gazrat dhe dhimbje të forta të stomakut. Ulluntimet sugjerojnë se rreth 16% e njerëzve përjetojnë në simptoma siç është kapslëku, dhe ky numër rritet me rritjen e moshës. Por ekspertët sugjerojnë të ndryshoni dietën tuaj dhe të hiqni nga dieta juaj ushqimet të përpunuara. Ushqimet shumë të përpunuara mund të shoqërohen me një sër kushtes gastrointestinale, siç mund të përfshijnë kapslëk ose diarre. Kjo ndodh nëse prisni edhe që t'i keni me yndyrna të larta, sheqerna dhe natrium. Konsumi i tepërt i ushqimeve të përpunuara siç janë bukat, drithrat, makaronat e bardha, ushqimet e nkrira, snack të lidhura me patate të skuqura e të tjera mund të jenë të dëmshme për situatën tuaj. Ushqimet e skuqura gjithashtu mund të rëndojnë më shumë situatën tuaj të kapslëkut. Ushqimet e skuqura priren që të jenë shumë të pasur me natrium dhe me yndyrna të ngopura. Ulluntimet sugjerojnë se dietat që janë të ulta në yndyrna të ngopura përmirësojnë shpejtësinë e lëvizjeve të zorëve. Kjo ndodh sepse yndyrat e ngopura mund të ngadalësojnë në tretje. Hiqni dorë nga ushqimet e skuqura siç mund të jenë patatet, peshku ose edhe petullat. Duhet t'i evitoni nga dieta juaj këto produkte ushqyese për të evituar kështu edhe komplikacionet e tretjes. Por mënyra e jetesës me përzgjedhjen e duhur të ushqimeve mund të luajë një rol pozitiv edhe në rastin e kapslëkut. Ekzistojnë ushqime të cilat mund t'i përfshini pa frikë në dietën tuaj, të cilat do ju ndihmojnë për një tretje më efektive dhe për të evituar komplikacionet e saj. Në dietën tuaj mund të shtoni luleshtrydhe. Luleshtrydhet njihen për aftësinë e tyre për të forcuar sistemin imunitar, sepse janë të pasura me vitaminën C. Sasitë e larta të fibrave të tretshme të pranishme në farat e luleshtrydhes ndihmojnë në lehtësimin e kapslëkut natyrshëm. Kosi. Megjithëse produktet e qumshtit tentojnë të përkeqësojnë simptomat e kapslëkut, kosi mund t'i zvendësojë dhe t'i lehtësojë ato. Kjo sepse përmban nivele të larta të probiotikëve, të cilat janë bakterie të mira që mbajnë sistemin e zorëve të shëndetshme. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe kumbullat. Kumbullat përmbajnë sorbitol, i cili shërben si laksativ duke ndihmuar në lëvizjen e zorëve. Edhe bollguri është një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Bollguri ndihmon ata persona që vuajnë nga kapslëku dhe mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj të përgjithshme. Farët e lirit. Farat e lirit janë plot e përplot me ushqyes të rëndësishëm për dietën tuaj. Ndaj konsumi i tyre në dietën tuaj të rregullt mund të luajë një rol pozitiv kundër këtyre komplikacioneve. Përzgjedhja e duhur e ushqyesve është çelësi drejt një organizmi të shëndetshëm dhe pa shkaktuar gjithashtu komplikacione të tyre. Sigurohuni që të konsumoni edhe fasulet e zeza, por brokoli mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Brokoli përmban rreth 10% të marrjes së rekomanduar ditore të fibrave dietike, duke siguruar një tretje më të shëndetshme dhe më të thjeshtë. Edhe bajamet janë një zgjidhje shumë e mirë për sa kohë që i keni konsumuar si duhet. Të pasura me antioksidantë dhe yndyrna të shëndetshme, bajamet përmbajnë shumë lëndë ushqyese, përfshirë fibra të tretshme. Sidoqoftë duhet të konsumohen me moderim për të evituar kështu komplikacionet e tyre gjatë ditës. Në rast se vuani nga komplikacionet e tretjes dhe keni të vështirë t'i bëni ballë atyre, mos nguroni të konsultoheni me mjekun tuaj specialist, pasi është e vetmja mënyrë për t'i dhënë fund këtyre shqetësimeve dhe për të mbrojtur kështu organizmin tuaj në tërësi. Sigurohuni kryeni konsultate duhura me mjekun dhe përzgjidhni dietën individuale, sidomos edhe në rastet e kolitit ose kapslëkut. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.